Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur Luan në Letra të Fejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Si që shihni kam zgjedhur 9 letra dhe në shikim të parë, Luan, kjo javë duket si një javë ku do të kuptosh se sa shumë mund të ndryshoj jeta kur ndalon së luftuari me atë që nuk e kontrollon dhe fillon të përqendrohesh tek ajo që ke në duar. Historia kësaj jave fillon me optimizëm, vazhdon me një provë të vogël që të teston besimin tek vetja dhe përfundon me një ndryshim që të hap një cikël krejt të ri. Nuk është një javë e zakonshme, është një javë ku mund të thuash, ja ku filloi gjithçka. Java hapet me diellin dhe është një letër goxha e bukur të dashur Luan. Është një nga fillimet më të bukura që mund të japin letrat. Një lajm i mirë, një sukses, një ndjenjë çlirimi ose thjesht fakti që zgjohet më shumë energji se zakonisht. Pas një periudhe, kur ke ndjerë se gjithçka kërkonte shumë mund, këtë javë fillon të shohësh rezultatet, edhe njerëzit rreth teje do ta vënë re ndryshimin. Ti buzëqesh më shumë dhe kjo tërheq mundësi të reja. Kjo energji të shtyn më njëherë të mos rish në vend. Kalor si Gabrieli, që është shenjë zjarrit dhe është i lëvizshëm, tregon se do të marrësh iniciativën, mund të jetë një telefonat, një takim, një aplikim ose një ide që vendos të realizosh pa e shtyrë më. Këtëherë nuk pret që dikush tjetër të jap dritë jeshile. Këtë do ta krijosh vetë. Pikërisht kur gjithçka duket se po ecën me shpejtësi, del hëna. Të gjithë kemi sfida në jetë, apo jo, të dashur Luan? Absolutisht. Dhe këto sfida na bëjnë ta shijojmë suksesin, ta shijojmë të mjetë apo të arritjet tona kur më në fund i arrim ato. Hëna jo për të të ndalur, po për të kujtuar të mos marrësh vendime vetëm mbi emocionet. Mund të ketë një situatë ku nuk i ke ende të gjitha informacionet, si ke të qarta gjërat. Dikush mund të jeti pa qartë ose një çështje mund të kërkojë edhe pak kohë, ta them kështu. Mos nxirr përfundime të nxituara, jo çdo heshtje është problem dhe jo çdo vonesë është refuzim. Kur zgjedhësh të presësh pak dhe të shohësh gjërat më qartë, vjen shpërblimi dhe ai është ylli. Ja ku e kemi yllin të dashur, tregon se ajo paqartësi fillon të largohet. Një dëshirë që ke mbajtur për kohësh fillon të duket më e realizueshme, më e kapshme, më afër. Mund të marrësh një lajm që të jep shpresë ose të ndjesh se më në fund je në drejtimin e duhur. Nëse ke kaluar një periudhë të lodhshme, kjo letër tregon se po del prej saj. Dhe kjo qetësi të afron dhe me njerëzit, është gjashtë Rafael, sjell takime të bukura, pajtime ose rikthim të dikujt me të cilin ke pasur marrëdhënie të mirë. Mund të jetë dashuri, mund të kalosh më shumë kohë me familjen, me miqt, ose me një person që të bën të ndihesh vetvetja, të bën të ndihesh mirë. Kjo letër të kujton se jo çdo fitore matet me para, disa fitore janë njerëzit që ke pranë. Dhe pikërisht pra nga kjo atmosferë lind diçka e re dhe është perandoresha. Flet për rritje në kuptimin e plotë të fjalës, që mund të jetë në një projekt, një ide ose një plan fillon të zhvillohet. Nëse ke menduar të nisësh diçka të re, kjo është java për ta shqyrë atë ide. Edhe në dashuri kjo letër s'është e keqe, është shumë e bukur, sepse sjell ngrohtësi, kujdes dhe stabilitet. Por historia nuk të ndalet këtu. Change your life, ndryshoj jetën tënde. Është pika ku kupton se nuk mund ta them, nuk të mjafton vetëm të ndihesh mirë. Duhet të marrësh edhe një vendim, ka diçka që ke shtyrë prej kohësh dhe tani nuk ka më arsye të vonosh. Mund të jetë një ndryshim pune, një zgjedhje personale ose thjesht vendimi për të mos pranuar më situata që nuk të bëjnë mirë. Ky vendim do të ndryshoj shumë më tepër se sa mendon, sepse e merr atë vendim, sapo e merr atë vendim del epifani.
epifani, do të thotë gjithçka fillon të lidhet. E kupton se pse disa gjëra nuk kanë funksionuar më parë, nuk ishte sepse nuk ishe mjaftueshëm i mirë, ishte sepse nuk ishte koha ose nuk ishte rruga e dur. Ky kuptim të sjell qetësi dhe të heq një peshë nga supet e tua. Dhe java mbyllet me The Well, rrotën e fatit. Është një shenjë shumë e bukur, shumë e fortë se rrota po kthehet në favorin tënd. Një cikël i ri po fillon, një vonesë merr fund, një mundësi që e prisje mund të shfaqet papritur. Ajo që filloi si një javë me optimizëm, përfundon me bindjen se muajt në vijim do të jenë apo mund të jenë shumë, shumë më të mirë. Të dashur Luan, kjo është një javë ku optimizmi të jep guxim për të vepruar, por edhe mençuri për të mos nxituar kur gjërat nuk janë ende të qarta. Pas një momenti reflektimi, shpresa rikthehet, marrëdhëniet forcohen dhe një projekt ose një plan fillon të marrë jetë. Në fund, një vendim i rëndësishëm hap një cikël krejt të ri dhe vendos një drejtim më të favorshëm. Mos e ngatro një vonesë me një pengesë. Ndonjëherë jeta të kërkon vetëm pak durim, sepse ajo që po përgatitet për ty është shumë e madhe se sa ajo që kishe planifikuar vetë.